Shën Valentini, festa e të dashuruarve, festohet edhe në Vlorë, e ku ka më bukur të marrësh disa mesazhe urimi nga ata që kanë mbi gjysmë shekulli së bashku, duke i dhënë kuptim shprehjes derisa vdekja të na ndaj. Krahas mesazheve të urimit tregojnë edhe sekretin e një martese kaq të gjatë, teksa thonë se një familje e shëndetshme dhe një martesë e gjatë bazohen në respekt, dashuri dhe sinqeritet. Një mesazh kanë edhe për brezin e ri, për të cilët thonë se më shpejt ndahen se sa dashurohen, ku brezit të ri i thonë që të dashurojnë njeriun e jo materialen. A e festoni sot? Shën Valentini është ditë e shnur, është ditë ndërkombëtare, po kemi dashurur unë e gruaja shumë jemi dashuruar, po prap dashuria nuk na ikën dhe unë e festoj faktikisht. Sa vite keni së bashku? 50 o dhe jo? Po vemi 50 vite vash, ka dalë ka dalë, ja inshallah e shtyme akoma që për tepër, më shumë dashuri, jetë dhe shëndet. Çfarë i ke bler bashkëshorte sot? A zbulon diçka? E kam surprizë, e kam bler para se shtrejt, por nuk ja vetë. Jo, se kështu na e çike vogël, si model i vogël, po është shumë e çmuar. Edhe i thash ta kam bler. Po dalë jo, po e ka fshehur, nuk ja tregoj. Tani, cili është sekreti i martesës kaq të gjatë midis jush? Sekreti i martesës është një diçka. Çdo njeri i martuar kur e grua lindi paka shumë konflikte gjëja 5 minuta edhe duhet të pajtohesh. Unë me gruan kështu e kam 2-3 minuta, bëjmë që këtë debate, pastaj tak rregullohemi me dorë në qafë dhe është telio. Ma mbyll me një mesazh për të rinj. Për të rinjët, Gjaxhi i jep këtë mesazh. Gjithë të rinjët të kenë dashuri, por ama të kenë edhe durim midis bashkëshortes, të dashës tyre, durimi dash prindërve, dash shoqërisë. Durimi është i fituar edhe është gjithmonë kur e lartë, sepse i zgjedh të tjerat ku zbutesh, po pa të durim, ama me nero me gjashtë të rinj të kenë dashuri, respekt për njëri tjetrin. Ky është mesazhi im. Kënaqem edhe juve jetë të gjatë, jetë e shëndet, të keni shumë faleminderit edhe për shumë vjetë për Shën Valentini të festojnë. Ime dhe shke me të dhe, sidomos brezërit të gëzoj Shën Valentini, se ata kanë edhe kohën, edhe moshën, që ta shijojnë e ta gëzojnë. Ju vetë festoni? Kurse ne plekët, marrëm nga njerë plakën për qafe, po plakën di këtu tje, se së duha më se e plakur. Sa vite ke martuar? 58 vjetë. 58 vjetë. Ekziston ende pas 58 vjetësh dashuria? Jo, dashuria e qëndron, detyrimisht e kjo sa qëndron dashuria, prishet familja, po nuk është maja dashuria e kohës parë, se nënat më shumë kur u rritë e fëmijët e kalojnë dashurit e fëmija më shumë se tek burri. Po mi cili është sekreti i martesës kaq të gjatë, 58 vite? Sekreti është karakteri, disiplina, marrëveshjet, ndërtimi i familjes, rritja e fëmijëve dhe për të ndërtuar jetën së bashku. Dhe nashtineve kemi moshatar, kështu bëjmë 58, 60, pse si këta të rinjit martohen sot dhe ndajnë nesra? Çfarë mesazhi do thuash atyre të rinjve? Ata të rinjit unë në radhë parë do uroj Shën Valentinin. Në radhë të dytë të ndërtoj një familje të shëndetshme, për veten e tyre të shijojnë jetën, por edhe për vendin tonë që të jemi sa më solid me njëri tjetrin kur do herë. Festa të dashuruar. Po duhet dashurojmë të jetën. Po, a keni dashuruar të rjetën? Po, që ja të kam për 55 jetë. Kërë festot? Gëzuar Shën Valentinin dhe ta gëzojnë të rinjt. Shën Valentinin, kaq. Juve vetë festoni? Po, pa tjetër ja kemi Ta dalë. bëna ju dhurat të bashkëshorti? Po, presim. Sa vite keni martuar, ma thoni pak të ma zbuloni që? 52 vjetë. 50. Një gjysmë shekulli, le të them. Çfarë është sekreti i një martese kaq të gjatë? Dashuria. Sot si ndihesh, si ato vitet e mbash? Dashuruar, se kur. Për Po. veten time e kam marrë me dashuri burin. Po. Me dasëm, po, me dashuri. Kjo është ditë e shënuar për të rinjt. Dhe lumë ata që e festojnë. Sa vite ke martuar? Kam 50 vjetë. 50 vjet. Një kohë shumë e gjatë. Cili është sekreti i një martese Kam të kaluar shumë mirë. Po? Është e pabesueshme, po unë për veten time
kështu e ndjej dhe kështu e them. Që unë kam kaluar aqmi me burin, s'ka këtë velma, 50 vjet. Një buqet me lule është dhurata më e veçantë për të dashuruarit në këtë Shën Valentin, por nuk mungojnë as arushët, varset, unazat, si dhe dhuratat artistike.